Situatë tepër e vështirë, për mos të thënë emergjente, në rrugën Lushnjë-Ballagat. Gjatë gjithë segmentit, për mbi 15 kilometra nga Lushnja deri në Ballagat, e më tutje drejt Peqinit dhe Belshit, rruga është tejet e amortizuar. Aq e amortizuar sa në disa pika është tepër e vështirë të kalosh, madje në kushtet e errësirës ka pasur edhe dëme të pariparueshme mjetesh. Sipas drejtuesve të automjeteve, kjo rrugë ka mbi 15 vjet që nuk njeh riparime dhe çdo ditë është një tjetër ditë me dhimbje koke për ata që e përshkojnë. Kjo rrugë ka të paktën 15 deri 20 vjet që nuk është bërë ndërhyrja. Të paktën bëhet ndërhyrja për pjesët sa ka mundësi bashkia këto gropat. Kur t'i vi koha që të rregullohet, është tjetër gjë. Po të paktën gropat. Është akoma më keq, të paktën një rryp ose një, si ta thosh, nga ato shiritat që duken. Sidomos është natë, edhe ne jemi të gatshëm që të kontribojmë. Të kontribojmë edhe ne, nuk e vojmë dyshim të pjesë. Qa është mundësia edhe nga ne, po edhe nga shteti. I paguajmë taksat, i paguajmë gjitha, kur vjen puna, nuk bëhet asnjë sen, prishën makinat, vetë kur sta do 500.000 lekë rregullosh makinën. Tani shiko, duket një fshat që duket nuk do ka vallë të thallafsh. Kështu që shteti se kanë mend vojdo, ka shtruar në cop rrugën nga fshatrat, edhe e ka prish këtë. Çdo ditë në moment kur na lënë në ty, mund të shemë. Përse ne habitim ç'a bojnë këto që vinë, ju vini për ditë, fjala vjen edhe para javë keni qenë këti. Ja ku ke rrugën, kjo është. Ne po thomi 2026 do vëmë në Europë, ne nuk vëmë në 2040 në Europë. Kështu se ka filluar këta. Se ja ku ke. Ik më lart është më keq. Pasi kanë parë prezencën e kamerave, janë vënë në lëvizje disa punonjës për të vendosur shirita në një vend ku pothuajse është e pakalueshme. Segmenti rrugor Lushnjë-Ballagat është në administrimin e Bashkisë Lushnjë dhe kjo e fundit ndërhyn her pas here për merremetimin e problematikave, por nuk ka buxhet për rikonstruksionin e saj. Sipas informacionit të dhënë nga kryetaria e bashkisë, po hartohet një projekt për të financuar nga FSHZ. Gjatë sezonit veror, ky segment është tejet i frekuentuar edhe nga turistët për të kaluar nga Lushnja drejt Peqinit dhe Belshit, destinacione këto turistike.